Është një pyetje shokuramis, me gjithë që dhe atje diskutuam. Në faqen e fundit të relacionit, faqen 3, në paragrafi para fundit dhe i fundit, qose do t'i aprovojmë këto ligje, do të kenë fuqi vepruese si ishte menduar. Do të thënë fuqi mbrapa vepruese. Dhe si do të përcaktohet, se këtu thohet rregulloria kjo do të përcaktohet, si do të përcaktohet kështu? Kam dhe një merak tjetër kështu. Thuaj dhe merak. Në faqen 4 të dekretit kështu, për këtë agitacionin dhe propagandën. Agitacionin dhe propaganda me gojë ose me shkrim që përmban thirrje për të përmbysur me forcë. Po ka dhe propagandë edhe veprime që nuk përdoret forcë, por përdoren forma të tjera. Si do të... Se është problemi si do të interpretohet pastaj kjo. Del në rrugë, organizohet, vërtet, flet, s'përdor forcë. Si e se kuptoj unë, do në vekësho. Pastaj ne kishim një paragraf për këto personalitetet, për më duket Elamo, aja hoqëm asi, se do flas, do shaj, do bëj kështu. Urdo? E të fyrit, ha? Mirë, jo, se këtu në projekt sështë në mund. Përfyri, po s'është vetëm për personalitete, përfyri... Përfyri, ne kështu. Përfyri? Po pse udhëheqja nuk është qytetar? Kur ka drejt qytetarit të jetë në gjyq, pse udhëheqja si s'pas ka drejt? Në akutim është edhe sot, po neve fyrje që bëhen udhëheqje që kuptimon praktikisht e tira tira janë futur në agitacion e program dikur. Para, deri sot. Edhe sot, nash dini, me temi që këto fyrje të udhëheqjes notoj që kuptohen në gjitha shtetet dënohen në mënyrë të veçantë. Jo si fyrje të qytetarë, po kanë një trajtim të veçantë. Edhe nuk po jepet në trajtim i veçantë, po nuk quhet krim kundër shtetit. Edhe shkrejtisht fyri për shkak vëndarisht shtetërore ose shoqërore. Kemi një shprehje për një. Është ordinere. Mirë, qarë pyetje tjetër në që ose kemi. Kalimi pa likshëm i kufive, kjo në fund faqe 4, dhe refuzimi për të kthyer në atë dhe i personit që është dërguar me shërbim ose është lejuar përkohësisht kohë jashtë. Ne shokoramis në kodin penal kemi një nën 23 maso gabosha. Po ja ma gjej më 45 kemi. 45 i cili parashikon që kur ligji i ri konkretisht kufit cilësimi veprës penale dhe dënimi i saj bëhet mbasi të ligjet penale që kanë qenë në fuqi në kohën e kryerjes së saj. Po. Ligji i ri, pra në rastin konkret për atë që thotë paligjshëm, atëherë edhe të agitacionit e të propagandës për një seri tjetërsh për kufizimesh, është shtuar edhe kur e zbut. Pra me një fjalë, ligji i ri përgjigjem asaj që tha shoku Simon, që nëse do ta vendosim, do të kenë edhe fuqinë prapa vepruese. Po pse duhet të ketë? Po, fillojmë për ato të cilët janë në proces sot, pa diskutim që do të kenë... Po të pa proces s'ka ardhur në gjyqje, kështu që... Mirë, por, unë e kuptoj, për vetë time dhe në diskutimin edhe me shokët, që do të kenë edhe për ata të cilët janë dënuar. Jo. Askenë po që kanë. Mirë. Prito. Po, pritër të bisë. Për 2 vjetë, mas i rejto. Dhe gjitha të do aplikohet të i rikë shmin favorshë. Sa mirë bën të jaranit që se ndezat e se ti pa e ndez këte t'i gjojsh. Se pa me ndezat e do nga shurdoj e veshët fare. Mirë, më mirë është. Po mirë. Ke zëtë fort. Prandaj kjo
nuk e di se si është, po kjo do interpretuar në këtë formë si që u tha tani. Fuqi prapa vepruese nuk u kanë këtë. Po qenë proces, është logjike se s'ka ardhur në gjyqje. Po. Edhe po erdhi ke gjykatë, se gjykatësi do marrë ligjin si është sot, s'ka si bën ndryshe. Fuqi prapa vepruese s'mund të ketë. Prandaj edhe unë kisha këtë, unë se kuptoj këtë, çdo thot ky neni 45 që keni vënë këtu. Ligji i ri që nuk e dënon veprën penale ose që zbut dënim ka fuqi prapa vepruese. Kjo është deri sa vendimi nuk ka marrë formën e prerë, shoku Ramis. Ai mund të jetë gjykuar kur të dalin kjo, po vendimi akoma s'ka marrë formën e prerë, atëherë do zbatohet kjo ligj i ri. Në arratisja nuk do quhet krim kundër shtetit, por do quhet kalimi pa ligjin i kufirit. Do të thënë gjykata do bëjnë atë ndryshimin. Po. Çfarë tho Ismeti, çfarë deshe? Fol. Vetëm ndiza atë ti se ka dhënë raporti. Ky problem shoqëramis ka lindur dhe në vitin 1952 kur hiri në fuqi Kodi Penal i ri se si do të veprohej me vendimet që ishin dhënë më përpara. Dhe atëherë me hyrjen në fuqi të Kodit Penal doli një dekret, domethënë që s'janë ekzekutuar. Vendimi. Po ja, jo, të imagjinojmë pak se më duket më shumë jeni partizan të parës juve. Të imagjinojmë të pranojmë atë versionin që ka fuqi prapa vepruese. Sipas këtij veprimi, çfarë duhet bëjmë ne? Të gjithë ata që janë dënuar. Jo. Kupton? Jo, agitacione propagande, arratisje, ku diun, me 25 vjet, çfarë duhet të bëjmë atyre tani të kërkojmë ndjesë? Jo të kërkojmë ndjesë, po do të ulet dënimi në atë mas se parashikon dispozita sot. Për shembull, jo, po s'ne kemi bërë gabim gjë për ata. Atë ligj kemi patur, atë ligj kemi patur. Si të pranohet? Nëse pranohet kjo. Ashtu. Po sigurisht që ka patur një arsye që është bërë dekret. Tjetër probleme? Po. Janë dënuar në bazë të kodit në fuqi. Po. Apo mirë. Vazhdojnë. Kjo nuk bëhet automatikisht. Bëhet me dekretin siç u bën në 52. Duam ta bëjnë, e bëjmë. S'duam se bëjmë. Po ka një problem veç. Çfarë problemi është? Ne për shembull e ndryshojmë ne e zon propagandën si delikt verbal. E heqim. Apo jo? Po. E dënojmë vetëm tani, pas propozimit të reja, kur ka thirrje direkte për përmbysje me dhunë pushtet popullor. Kurse më parë janë dënuar njerëz edhe thjesht për shprehje pak nëse verbale. Ky njeri është dënuar, edhe është duke dënimin, është dënuar ta them me 3 vjet burg. Edhe është duke votë dënimin. Njerëzit që si ai këtë tutje bëjnë krime të tilla nuk procedojnë fare. Tani shtroj çështja, a është e drejtë nga pamja njerëzore humane që ky njeri që është dënuar për krim të tillë, që sot nuk dënohet, të vazhdojë dënimin, vetëm sepse është dënuar më parë se ti të fuqi Kodit Penal, kur kjo vepër ka humbur rregjimin shoqëror, se derisa ne tani nuk e dënojmë më. Ky është qëllimi i dekretit. Qëllimi i dekretit. Jo, mirë, më thuaj për sotmen ti tash. Për sotmen. Domethënë vazhdon po kjo logjikë edhe sot thua ti. Po, në shkuptim. Domethënë këtë logjikë që a është e drejtë, duhet ta themi edhe lidhur me këtë ligj që po marrim sot. Po, pra. Ne sot e quajmë të drejtë, që ndryshojmë Jo, e quajmë të drejtë ta ndryshojmë, dakord. Por domethënë a është e drejtë që ai X-i tjetër është dënuar me 20 vjet kur tani neve po themi që nuk dënohet vetëm me 5 vjet. Këtu është problemi. Domethënë kjo logjik duhet veprojë edhe sot thua ti. Po, kështu është. Unë kështu mendoj. Kjo po mirë. Ajere, jo që ta vazhdojmë të jemi konsekvent në këte. Të jemi konsekvente. Po në qofë se ne kemi pushkatuar, si do të themi? Jo, tale, se është çështje duhet të jemi korrekt.